Më lejoni të them edhe unë dy fjale. Çdo njeri në vendin tim do të ishte shumë i prekur, sinqerisht e them këtë gjë, jo për të bërë një adet. Kjo mesditë që jemi mbledhur bashkë në këtë kohë të bukur të demokracisë, po edhe tepër të turbullt, çdo shkrimtar edhe çdo artist e bën pak të mendohet. Ne në radhë të parë jemi shkrimtarë, jemi siç thuhet fjala ndërgjegja e popullit, dhe siç e thanë edhe parafolësit të mi, kryesorja për ne është Shqipëria, njerëzit e saj dhe gjithë e ardhmja e kësaj Shqipërie. Të gjithë ne jemi të simpatizantë të kësaj partije apo të asaj. Të gjithë ne aderojmë në një rrymë politike ose në tjetrën, por kryesorja për ne është vetëm një parti, partia e së vërtetës. Partia e artit, partia e letërsisë, partia e gjithë bashkimit të intelektualëve, gjithë bashkimit të shkrimtarëve dhe artistëve, për të bërë të gjithë një punë, punën e ndërtimit të Shqipërisë, e rindërtimit të saj, ndoshta edhe që nga shumë gjërat para. Me një pjesë nga moshatarët e mi që jemi këtu, mund të bënim edhe më shumë. Unë i uroj të gjithë miqve, shokëve, kolegëve të përpiqen edhe të luftojnë vetëm për të vërtetën, dhe të na shohën neve atje ku kemi gënjur, e të thonë të mos na shajnë shumë, por thonë nuk bëri mirë të gënjeu. Apo ja. Gëzuar.